Mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit në Letra të Rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës apo javës që po vjen, të dashur. Jam fokusuar në 3 letrat e para. Dashuri, punë, ekonomi, financa dhe 3 për dashuri. Kur them për dashuri, nuk do thot vetëm ata në fillimet apo që frekuentojnë, po flas në përgjithësi në familje, në gjëra të ndryshme. E shikoj që kemi një ndarje shumë të interesante. Puna dhe financat duken shumë të forta, të dashur dashi, sepse 3 letrat e para janë asi i shkopive, 10 të kupës dhe asi i shpatës. Pra, këtu ka diçka të re, një mundësi, një vendim ose një lajm që hap rrugë. Në dashuri kemi faqe të kupës, 2 të kupës dhe yllin. Dhe këtu gjërat janë pak më të buta, ta them, komunikim, takim, afrim dhe një situatë që duket se ecën mirë. Apo do filloj të ecën mirë. Puna, ekonomia dhe financat. Këtu kemi një fillim të ri. Për disa dash mund të jetë një mundësi e re pune. Për të tjerë mund të jetë një projekt, një ide, një klient i ri ose një detyrë që ju jep mundësi të tregoni çfarë dini të bëni. Çfarë dini të bëni. Nëse keni kërkuar punë, nga ata dashur po flas. Gjatë javës mund të shfaqet një vend ku ja vlen të aplikoni, një telefonat, një kontakt ose dikush që ju thot po kërkojnë dikë këtu. Për ata që janë në punë, mund t'ju propozohet diçka ndryshe. Mund t'ju nuk do thot patjetër ngritje në detyrë, por mund të jetë një përgjegjësi e re, projekt i ri, ndryshim orare, po diçka që nxjerr pak nga rutina. Për ata që punojnë për vete, kjo mund të jetë ta them një ide që mund të sjell para, por duhet provuar në praktik. Asi i shkopive jep mundësinë, nuk jep faturën e paguar vetë. Më kuptoni? Do thot, është një energji që ju sjell mundësinë. Në financa unë nuk e shoh këtë si para që bjen nga qielli. E shoh më shumë si mundësi për të krijuar një burim të ri ose për të përmirësuar atë që keni tash. Letra e dytë është 10 të kupës. Kjo letër sjell kënaqësi, dhe dua ta shikoni kështu se është vërtet letër shumë e bukur. Sjell kënaqësi me gjithë rezultatin. Në punë mund të ndjeni më të sigurt për diçka që deri tani ju ka mbajtur në pritje. Në punë, pra, po flasim për punë, mund të merrni një përgjigje që ju qetëson. Mund të mbyllet një marrëveshje, të zgjidhet një çështje me kolegët ose të krijohet një atmosferë më e mirë në vendin e punës. Për disa nga ju të dashur, puna dhe familja mund të lidhen këtë javë. Për shembull, një ndryshim në punë mund t'ju përshtatet më mirë me jetën familjare, orarin ose përgjegjësitë që keni në shtëpi. Në financa mund të ketë një shpenzim për shtëpinë ose familjen, por nuk më duket si shpenzim problematik. Mund të jetë diçka që e bëni vërtet me dëshirë, një blerje, organizim, udhtim, darkë, festë apo diçka që e ndani me njerëzit tuaj, nga që janë familjar këtu, një lloj pikniki. Për disa mund të vijë edhe një lajm financiar që sjell qetësi. Jo domosdoshmërisht pasuri, thjesht ajo ndjesia, mirë, kjo rregullua. Në atë kuptim. Dhe ndonjëherë kjo vlen më shumë se 100.000 euro ekstra. Më besoni, kur të ndjeni që një gjë e hoqët nga mendja. Letra e tretë është asi i shpatës. Dhe këtu vjen qartësia të dashur. Nëse në fillim të javës del mundësia, këtu mund të vi përgjigja ose vendimi. Mund të jetë një telefonat për email, dokument, kontratë, një bisedë me shefin, një përgjigje për një aplikim, ose një vendim që duhet ta merrni vetë. Asi i shpatës është shumë praktik të dashur tashi. Duhet të dini saktësisht çfarë po pranoni.
Nëse ju ofrohet punë, pyesni për pagën, orarin dhe kushtet. Nëse është kontratë, lexojeni. Mos u mjaftoni me po, rregullohemi. Kjo është ajo që ju thot. Sepse rregullohemi është shumë bukur derisa të vinë ato që nuk i keni lexuar. Për disa dash, kjo letër mund të tregojë edhe një vendim personal. Këtë e vazhdoj, këtë jo. Diçka për të zgjedhur. Pra në punë dhe financa java duket aktive dhe pozitive, por kërkon kokë të kthjellët. Mundësia ekziston, por duhet ta kapni atë që të ketë kuptim real për ju të dashur. Qësa në dashuri, të dashur, filloj me komunikim emocional, faqe kupës. Mund të vinë një mesazh, një kompliment, një ftesë, ose dikush mund të tregoj interes në një mënyrë shumë të thjeshtë. Për beqarat kjo mund të jetë njohje e re. Jo domosdoshmërisht dikush që hyn dhe deklaron dashurinë e jetës brenda 24 orëve, por mund të fillojë shumë normalisht, një bisedë, një reagim, një mesazh, një kafe. Dhe pikërisht kështu më pëlqen kjo letër, nuk premton martesë nga një mirëmëngjes, por tregon interes që mund të zhvillohet më vonë. Për ata që janë në lidhje, partneri mund të jetë më i hapur emocionalisht, kësaj radhe, mund të ketë një gest të bukur, një bisedë më të butë, ose dikush që përpiqet të rregullojë një situatë. Nëse ka patur ftohje ose keq kuptim, faqe e kupës mund të jetë edhe një hajde të flasim. Një kërkim falje, pa kërkuar falje. Ta them kështu. 2 të kupës. Kjo është letra më e bukur kur ka të bëjë për marrëdhëniet, sepse këtu interesi është nga të dyja anët. Ta shohim, nëse e marrim këtë letër për beqar, nëse page e kupës apo faqe e kupës ishte mesazh ose njohje, 2 të kupës mund të jetë takimi. Mund të takoni dikë dhe ta kuptoni shumë shpejt që komunikimi rrjedh natyrshëm. Nuk po e them që pas një kafe duhet të zgjidhni emrat e fëmijëve. Por ka kimi flas, ka interes, dhe më e rëndësishmja nuk duket sikur vetëm njëri po përpiqet. Po janë çdo dy. Për çiftet mund të jetë një javë shumë e mirë për marrëdhëniet, mund të afroheni më shumë, të kaloni kohë bashkë ose të bëni një bisedë ku më në fund jeni në të njëjtën faqe apo në të njëjtën nivel. Për ata që janë të ndarë ose presin komunikim, 2 të kupës mund të sjellin takim ose biseda mes 2 personave, por nuk do ta quaja automatikisht ribashkim. Mund të jetë thjesht mundësia që të 2 njerëzit të flasin dhe të shohin nëse ka ende diçka për të vazhduar. Dhe letra e tretë, dashuria mbyllet shumë bukur me yllin të dashur dashi. Ylli, ta them, tregon që situata ka perspektivë. Për një njohje të re, do të thotë se pas takimit nuk mbetet ajo situata klasike, kalova shumë bukur, dhe pastaj personi zhduket nga faqja e dheut. Jo, ka mundësi për vazhdim. Mund të ketë takim tjetër, komunikim tjetër, dhe dëshirë për ta njohur më shumë njëri tjetrin. Për çifte kjo sjell një periudhë më të qetë. Nëse kohët e fundit keni pasur stres, mund të filloni të shihni përmirësim në lidhjen e juaj. Mund të bëni dhe plane për diçka që vjen më vonë, një udhtim, një ndryshim, një projekt të përbashkët, ose thjesht që ju jep diçka që ju jep të dyve, diçka të bukur për të pritur. Për një marrëdhënie që ka kaluar vështirësi, kjo letër nuk thotë se çdo problem do zhduket, por tregon se ka mundësi reale të dashur dashi që gjërat të përmirësohen. Absolutisht, siç është këtu, nëse të dy duan. Pra, nëse marrim në përgjithësi leximin e juaj, punë dhe financa, del një mundësi e re të dashur, pas saj një rezultat që ju kënaq dhe pastaj një vendim ose përgjigje konkrete. Sidomos nëse prisni punë, kontratë, dokument apo lajm. Java mund të sjellë lëvizje. Në dashuri, komunikim, takim ose afrim,
vazhdim të një situate dhe kjo është e bukur. Për beqarat është një kombinim shumë i mirë për njohje, për çift të cilë më shumë afërsi dhe qetësi, për ata që presin dikë nga e kaluara, komunikimi është i mundshëm, por shikoni çfarë bën personi pas fjalëve, po u marr vetëm me fjalët. Pra në përgjithësi, Dashi ka një javë që hap dyert në punë dhe sjell afrim në dashuri. Dhe këtë herë nuk ka nevojë të komplikojmë më shumë se kaq. Të thotë, ju uroj të gjithëve një javë sa më të mbar në çdo lëmi të jetës të dashur Dashi.